Mirë se vini në episodin e parë të Food Lovers Podcast. Unë jam Ardeta Koçi dhe kam kënaqësinë të ndaj me ju histori suksesi, pasioni dhe përkushtimi të njerëzve që kanë ndikuar dhe frymëzuar botën e ushqimit, sipërmarrjes dhe mikpritjes. Në këtë udhtim do të njihemi me njerëz të zakonshëm, po të cilët kanë bërë gjëra të jashtëzakonshme. Dhe kush më mirë për ta nisur këtë rrugtim se sa një nga figurat më të dashura dhe të respektuara të gastronomisë shqiptare. Shef Fundim Gjepali. Faleminderit për ftesën dhe suksese të përzemrat, sepse je para që ke bërë një podcast për gastronominë. Edhe nga ana profesionale, që ke gjithë këto vite që merresh me këtë punë, me vërtet bravo, sepse duhet të mos ta nënlojmë me promovimin e figurave të ndryshme nga çdo cep i Shqipërisë dhe jo vetëm. Shumë faleminderit, do uroj ta kesh këmbën e mbar, si në çdo gjë që ke bërë. Faleminderit. Përveç se një mik i Joni, shumë i vjetër, por edhe një super shef që gjithë shqiptarët e dinë dhe e njohin tashmë. Ajo që doja të ndanim së bashku në këtë bashkëbisedim, do ishte fëmiria e Fundimit, ajo çka ka rrënjosur në më pas në atë çfarë u bë profesioni yt më i dashur. Si nisi historia e të qenit një shef kuzhine apo Unë besoj që në qenien njerëzore, fëmijëria zën pjesën më të rëndësishme të njerëzit. Aty ku mbillet, aty ku transmetohet fryma, aty ku transmetohet ambicia. Jo, po mendoja sot kur isha i vogël, vllai im i madh studionte veterinari. Edhe nga ajo fryma e biznesit të familjes tonë dhe në kohën e komunizmit, ai qilte zoq me shishe me ujë të ngrohtë, gjyshe e ngrohtë, edhe qilte zoq. Këtë kishte improvizuar apo? Edhe improvizon, ishte kështu, studionte në shkollë me mekanizmat e inkubatorëve dhe i çelte, kupton? Sepse ishte llogari për të bërë biznes këtu, dhe në praktik. Dhe unë isha aq i vogël, sa kam filluar me qenë i vetëdijshëm, edhe kjo ishte fryma, kupton? E biznesit që çdo kush bënte diçka, bravo, dhe kjo fryma gjithmonë përveç ishim komunizëm dhe gjithë mënyra e jetuarit ishte ajo e kapitalizmit në atë kohë, sepse ishim ndikim të madh nga gjyshi jon që ka qenë tregtar i kohës para komunizmit dhe për fat keq nuk arriti me tash jonte sepse në vitin 89 vdiq, po ai na ka transmetuar frymën e mikpritjes, nga ka të gjithë familjes tonë, dhe në fëmijëri më ka ndikuar tej mas, edhe shikoj ku kthe kokën mbrapsh, po mos kisha ardhur nga aty nga një familje aq e madhe, me aq vlera njerëzore, sepse ti mund të jesh njëri shumë i Zotit me shit. Po nuk e kape atë, nuk e pata atë në atë zemrën e sinqert, që mund të bësh tregtia edhe me qenë njëri i mirë, nuk duhet me qenë vetëm mashtrues me bërë biznes. Dhe ato ma kanë transmetuar pritja. Atë kohë dhe gjatë komunizmit të shtëpia jonë, vinin shumë miq, priste ai dhe me mënyrën e vet, se kishte edhe një shtëpi që e quajnë në shtëpia e miqve që e kam trashëguar unë. Dhe kemi shumë përbashkëta në këtë aspekt. Dhe priste miq nga gjithë Shqipëria në atë kohë, se shpirt tregtari dhe e kishte ndërtuar aty që rrinë ishte vetëm shtëpia e miqve, gjatë komunizmit dhe ajo mikpritja e unë në atë kohë nuk pagunin që ne i pristim, tani e kam shndruar në biznes që ne vin, i presim mirë, i respektojmë dhe paguajnë. Dhe këtë thoya që fëmijëria është gjëra më e rëndësishme. Më në fat kam lind një zonë me shumë njerëz miq që është zona e Shiakut dhe vjen nga fshati Gjepali. Ti je shumë Shiaku. Po. Dhe me të vërtet sa herë kthej kokën mbrapsh, ajo zemra e mirë e njerëzve, e mikpritjes dhe e komunitetit. Në shumë herë e mendoj, më ka ndikuar tej mase, sepse edhe mënyra e bërit shoqëri, që ku do të vesh këmbë, të krijosh miqësi të reja, dhe e kam nga ku vi, nga ku e kam rënien, nga rrugtimi që un kam marrë, nuk është rastësore. Absolutisht. Kush ka qenë ai momenti thelbësor që pati ndikim për të ndryshuar ty perceptimin për kuzhinën, për gatimin dhe për të konsumuar? Mund kujtohet kur isha i vogël që me këto darka që bënte gjyshi, që pritshim miq të babait tim, dhe gjyshe gatuante gjithmonë, më gatuante goxha. Unë isha aty, që ajo më i thonte mua, provoja pak të kasier, mishi pulës, si është bërë mu nga kripa. Se pikërisht ty, pra ti ishe ai personi që ishe... Unë ishe më i vogli, edhe e më në fundim... Ishe personi që i rije gjithmonë aty. Po, ishe gjithmonë aty, edhe unë i provoja gjithmonë këtë gjëra,
Dhe duke kultivuar këtë mënyrën e ushqyerit dhe më ka ndikuar edhe tek puna ime. Pastaj emigracioni erdhi. Ne ikëm në Itali më shumë vogël. Kur erdhi emigracioni? Sa kishte mbushur 14 vjeç. Ishte ajo faza e dytë, e tretë e emigracionit që po iknin shqiptarët, kam ikën në 96. Dhe kur shkova në Itali, Mos më thuaj që ke ikur dhe ti me skaf. me skaf, po, shafra. Nuk Me mund skaf. t'ishte ndryshe. E, po është kalitja e papar, ku e mendoj tani që ka kaluar gjithçka. Po tani ti është si adrenalin dhe si një Asgjë, po. kujtim shumë i bukur. Po të njëjtën moshë që ka vajza ime tani, po i them vajzës time këtë kaq gjë. E kam imagjinon moshën tande ndroja shumë gjëra, ajo shumë aktive, kupton, po në atë kohë ishim shumë karikuar. Tjetër është një edhe- absurditet që Dhe nuk arrin ta ishte edhe akceptojnë. adrenalina për të arritur, për të realizuar. Vinim nga një situatë goxha e brisht, kemi kaluar një diktaturë shumë tegër. Ku emigrove Në Rom, fundim? në Rom. Pse në Rom? Në Rom kisha në atë kohë kishim miq atje dhe ishte burri motrës time që ishte emigruar, se si gjithë tjerat që dikush nga Do familje kishe të një mete. pikë. Po, në atë mënyrë ëndra e madhe ishte që me emigruar, nuk ishte si sot. Dhe punën që bëj unë sot mund të realizohesh më mirë këtu se sa në shumë vende tjera europiane mundësinë jam, sepse është një moment historik dhe ke shumë mundësi, gjithë këto hotele Që është për pesë tu- yje, është për tu gjithë këto shefat huaj që shfrytzuar, vinë, gjithë këto absolutisht, shqiptarë që kanë absolutisht. sjell know-how, që kanë sjell eksperiencët e tyra gjithë cepat e botës, që është një miksim kulturash me vërtet i papar, që më të mësosh shumë gjëra. Në atë kohë çka kishte asgjë, peshk i forguar, u servirte në për zonat, pulat pjekura. Maksimumi Në më atë kishte kohë, po, garnitur. në rrugat që ishte kalonte nga që ato kanë qenë rrugët që u kishin lokalet më të mëdha, gjithmonë nga Shiaku, rruga nga Shiak për në Ndroq, vjetër. rruga e vjetër për nga Suksi që fin nga Gjavzota Gjavzota, që shkonte deri në Vorë. E sipër ishin të dy rruga që ishin mbushur me lokale, ku ishte i vogël aty ishin gjithë ato më të njohurit. Dhe çu bënte? Pula, pjekura, mish në zgar, këto gjërat, kurse ke pjesa e buzës detit, peshë të forguar, bënin gjithë, unë isha i vogël që më merrnin edhe njerëzit që shkojnë në restorant, kam qenë fare i vogël që i kam frekuentuar ato lokalet e famshëm në ato në fillim viteve 90 dhe ku isha i vogël para 90-s. Ato restorantet që kanë qenë të kohës komunizmit, se nga që gjyshi ishte shumë frekuentatori atyre restoranteve dhe me disa nga ato. Gjyshi kishte nipin e zgjedhur që e merrte me Po, vete gjithmonë me kudo. vete, kam qenë i vogël, kudo më kam marrë me vete. Dhe një tonë dhe ato shijet e dikurshme të kohës komunizmit dhe shefat e dikurshëm që shkonte gjyshi në kohën e komunizmit dhe shumë njerëz i kam takuar nga këto. Ka kultivuar këtë pasion të madh për ushqimin, për pijet. Është një emocion i vërtetë, Është ai sepse kurioziteti i siç zgjuar po bizetonim që- dhe dje që bashkë, sepse kanë disa faza besoj të gastronomisë. Ishte një moment që njerëzit ishin kurioz për një recetë huaj të gatuar mirë, një mënyrë. Tani njerëzit kërkojnë produktet, një vaj shumë të mirë, një djathtë mirë, kërkojnë një emocion krejtësisht të ndryshe. Eksperiencë, pra. Ndryshe Kërkojnë një eksperiencë. dhe kur bëra agroturizmin, kishte një pjesë e komunitetit që ju bashkëngjiste idesë me bërë një kuzhinë thjesht me produkte lokale, të zgjedhura me fanatizëm shumë të madh. Edhe tjera një pjesë që thonë, po këtë e bëj edhe në shtëpi, po bëj edhe në shtëpi, e kupton? Pra, Nëse- mendësia po, që ndahet. Edhe unë doja të bëja një shpeshherë. kuzhinë popullore me produkte të mira e pa i prish produktet, pa i prish gjë. E pa Dhe në tjetërsuar. fakt njerëzit janë ndërgjegjësuar, një pjesë dërmuese shumë e madhe, sepse dihet keni një rritje kolosale nga viti në vit, që tani është bërë mod. Produktet e fshatit kanë marrë një hovë tjetër. Fatmirësisht është kthyer një Bravo. vëmendje Po në dhe fillim një të gjithë ndërgjegjësim që kritikonin dhe po të thoja, në kohë ku isha i vogël, për shembull, ne kishim rosa, pata që i rritsim në shtëpinë tonë, dhe ajo për kafshët, për fshatin, është një dashuri e madhe që mua më ka ndjekur gjithmonë kudo. Dhe më ka formuar, sepse duke lindur aty, gjithë produktet, kisha njohuri. Si imagjinon një djalë qyteti në Rom, dhe një që isha rrit me produkte thua DN. Ku shkojem nga një herë seminare që merrnin produkte, që po shikonin diçka për një produkt, e shikonin kështu sikur për që ato ardhën nga ka hëra, hëna. Edhe për mua ishte gjë normale, kupton? Si startoi profesioni yt në Itali? Çfarë pra? Jo, në fillim ku inicioi e dëgjoj, gjithë? në fillimet tona si çdo imigrant nga punat më të ndryshme, nuk kishe as shansin me zgjedh se çfarë do bëje. Ti as e kishe çuar në përmendje, besoj. Jo, po unë besoj që ishte ajo, si më ta them që
dëshira me bërë gjën e duhur me të ardhura ekonomike më të mira. Edhe ajo e gastronomisë që u shikoja ato shefat e kuzhinës që pishe sa let merrin atë kohë kur kam filluar unë 5 milion lireta ishin shifra. Pra ti hyre këtij profesioni Po, sepse para, pak shumë të mirë. po, ishin nga paga ishte si fillim. Unë mendova që ti e doje Jo, shumë. pasioni normale që kanë diku. Po ju mu U dukte zhvillua më pas, më tepër. mu dukte me ato përardhjen time që ishte unë rruga, domethënë me për arrit në atë profesion që mund të arrijas më shpejt mund që në fakt janë bërë shef një nga Ishte shumë e prekshme pra për ty. Po, shumë e prekshme dhe fakt koha më demonstroi që ishte vërtet që mund të arrija, sepse pa mush 25 vjeç janë bërë shef një nga restorantet më të mirë të qytetit Romës, i njohur nga media ndërkombëtare, nga New York Times, Vanity Fair, Chandler Financial Times dhe i arrita në kohë rekord me u bërë shef kuzhinë në 25 vjeç. Në një lokal të atij niveli, pavarësisht ishte edhe guximi shumë i madh, që mendoj kur kthe kokën napsh me ato përgjegjësi aq të mëdha. Guxim që ne e bëjmë vetëm në një moshë të re. Po ta kthej kokën, nuk e merja dot, unë besoj. Po të ishte më i pjekur, nuk do e kisha marrë për sipër, sepse kur hyra unë isha më i vogël. Nga kamarierët dhe figurat kryesore ishin gjithë njerëz me moshë shumë të mëdha. Pra ti profesionin e fillove në një restorant dhe më pas fillove dhe shkollën për formimin, kurse çfarë s'kam bërë. Edhe akoma i bëj. Për gjëra teknike. Tani kemi filluar me shoh me si për të agjurnuar absolutisht edhe nga ana e menaxheriale, sepse nuk tashmë kuzhinieri i kohës së sotme nuk është vetëm një për të gatuar receta, se tashmë nga recetat janë bërë aq thjeshta, do të jesh një menaxhues shumë i zotit, menaxhim i burimeve njerëzore, menaxhim e kostove të prodhimit. Sa ndikim ka pas fati në rrugtimin tënd? No, e quan fat apo e quan më tepër punë? Nuk ka absolutisht asgjë fat. Besoj që kam pas një... Po mendoj që ka her pas herë edhe fat, fati të ndihmon, që mund të njohësh persona, po e ke kërkuar me i njoft, se ke punuar për atë për të arritur. Ka një punë, ne gjithë përpiqemi, por ai momenti që bën diferencën. Unë gjërat që kam bërë janë gjithë gjërat që i kam kërkuar. Dhe në momentet të caktuar kam menduar se çfarë duhet më bërë. Ke qenë shumë i qartë në çfarë duhet më bërë. Kam punuar goxha në marrëdhënie njerëzore dhe marrë kontaktet. Dhe si thash ajo pjesë e firmërisë ka ndikuar shumë. Sa herë mendoj me punën që bëj duke qenë në Rom, një qytet metropol. Sa herë mendoj kur do hikin në një vend. Edhe mendoj gjë e parë që mendoj, them po ti çan një hunë doktor. Sa e publikoj në rrjetet sociale në vin mesazhe të pres, hajde. Atëherë kupton se sa miqke. Po, sepse marrëdhëniet janë kuruar. Pastaj fati normale që mund të ndikojë që shkon diku, mund gjesh një person që mund krijosh një bashkëpunim, mund t'japi një mundësi për diçka, po besoj që fatin duhet dhe me herë kërkuar, duhet punosh fort. Ka një punë shumë kolosal, unë punoj goxha në ditë, goxha orë në ditë, po kjo nuk do të thotë që është një punë fizike, se unë kam një ushtri njerëz bashkëpunëtorësh që bashkëpunojnë. Ke luksin që të delegosh dhe të bësh ekzekutive. Po punoj goxha. I bëj një check gjithë gjërave. Po besoj që kam pas dhe shumë intuit tek zgjedhja e gjithë njerëzve që më rrethojnë. Kam pas një, domethënë koha dhe në tashmë që bëj gjithë këto vite që unë punoj, kam njerëz shumë vite që punojnë me mua. Në Rom kam 18 vite që më ndjeki njerëz Tu pastaj themi atë fjalën e rëndësishme që të qenit një shef jo domosdoshmërisht do të thotë që ti je dhe një sipërmarrës i suksesshëm. Dhe shpesh herë në ditët e sotme unë shoh iniciativa, sigurisht nga shefa të rinj që mirë bëjnë patjetër sepse tentojnë, provojnë, guxojnë dhe kjo është gjë jashtëmase e mirë. Por shpesh herë nuk kuptojnë idenë që të qenit një shef i mirë nuk do të thotë që ti je një sipërmarrës dhe një menaxher i mirë. Si sheti shefat e rinj sot? Më kujtohet kur kam filluar para 10-11 vitesh kur bënin MasterChefin që në zgjodhen për të qenë tek juria e MasterChefin në Top Channel, kishte një frym shumë të mirë të imigrantëve që vinin dhe të rinjve të talentuar që ishin këtu, që kishin një karikim shumë të madh për të hapur restorante, projekte dhe shumë interesante, pavarësisht disa nuk e kanë arrit me finalizuar atë, po si ide më të vërtet ishin shumë të mira. Dhe në këtë moment shkoj si një fjetje, nuk shikoj që marrin kur ajo janë
kërkojnë gjëra më të stabilizuara, nuk marrin projekte shumë të mëdha për t'i çuar përpara. Domethënë unë kam marrë në 2016 ku morëm Padamin, e kupton, ishte çka për Tiranën me atë mënyrë siç e bëm ne, me të vërtet shumë e çmendur. Shumë e çmendur, si një stil aq të ri, aq avangard për Tiranën dhe gjithë njerëzit që takoja thoshte do dështosh, ç'të duhet ajo. Këtë dim ta bëjmë shumë mirë. Je atje në Rom, ç'të duhet më marr me Tiranën këtu po hikin gjithë. Je mirë e bukur, i rehat, sa herë mendoj realizuar. gjë më të mira që kam bërë, po edhe për nuk jo vetëm nga ana ekonomike, por edhe nga ana, si quhet, e plotësimit personal. Absolutisht. Në një kapitull që unë ja dola. Unë kur isha i vogël që vija në Tiranë që gjyshi vinte tek Hotel Dajti që takonte miqtë e tij në atë kohë. Dhe ajo ishte unë e kisha ngulitur në kokë si do jetë restoranti im i së ardhmës në Tiranë ku isha në imigracion italiane. Imagjinoje Tirana fix fare. Me krijuar te komunitetin, siç e shikoja unë kur isha i vogël. Këto dhe ja arrita. Me punë që të krijoj një komunitet njerëzish që më ndjek, një portofol klientësh besnik që më ndjek, që nuk më ndjek vetëm, por tek gjithë gjërat që bëj, formimin, do kesh dhe janë dhe shumë komponentë të tjerë, sigurisht. Do të jesh një person mbi të gjitha shumë rigoros me veten tënde. Tirana është shumë i disciplinuar. Gjë e cila unë shoh që kjo mungon jashtëmasë shumë. Shumë dhe tek çdo lloj profesioni në fakt. Dhe mua kanë përdorur një shprehje këto shjaksin e dikushëm që vinin në Tiranë për qef. Këto që flitin dikushëm, thoshin që Tirana të han. Dhe ajo më ka kupton kesh kujdes sepse Tirana të han. Dhe unë e kam pas gjithmonë atë në një tjetër Tirana të han. Po, në një formë edhe në tjetër han. Të han trurin, të han shumë gjëra, kupton. Absolutisht. Gjykon gjëra të ndryshe, të merr euforia dhe kam një mik general të karabinierëve më ka dhënë një këshill para shumë vitesh. Tha që ti mbi të gjitha do të jesh shumë rigoros me veten tënde për pikë së parë. Para se të jesh me të tjerë, që ti vendosësh vetes tënde disa kushte. Dhe unë gjithmonë kam vendosur vetes ku me kufit, që kjo bëhet, kjo s'bëhet. Se vuj fare psikologjikisht, nuk ndikohem nga faktorë të jashtëm, që ai bëri këtë, aty fillon në fakt menaxhimi vetes e pastaj tek menaxhimi çdo gjëje tjetër. Sepse gjithë metropolet, ti imagjino një metropol si Roma, në restorantin tim në atë kohë ku kam bërë unë shef ishin 9 etni të ndryshme. Ishte nga 9 shtete të ndryshme, 24 vetë që punonin dhe 9 secili kishte kultura të ndryshme. Edhe unë isha një person, akoma me mbacimit si ndaja e dija që doja dilje me çu përpara te lokalet dhe jo, kam punuar mesisht dhe do të isha mbi të gjitha rigoros me veten time, me qenë kujdesshëm, me respektu të tjerët, se po nuk respektohen. Janë dy mënyra të menaxhimit. Është ajo e menaxherit, është edhe ajo e liderit, që njerëzit të ndjekin. Unë gjithmonë kam bërë atë liderin, nuk e mbyll nganjëherë një sy, nga gjë, po duke i karikuar në një formë tjetër pa bërtitur shumë, po mundohem të arsyetoj gabimet që bëjnë, që t'ja tregoj, ja demonstroj dhe me fakte. Dhe po të thoja që është një punë shumë e komplikuar, duhet të fillosh nga vetvetja dhe të kuptosh gjërat që mund të bëhen dhe gjërat që nuk mund të bëhen. Po të kthehemi sa paguaj një kuzhinier, edhe sa orë punonte, edhe çfarë facilitetesh tjera kishte? Po normale, tani janë kushtet edhe kushtet e jetesës. Po mendoj që është edhe kjo që e ka ulur edhe pjesën e të marrit po, sepse ne shikoj dhe dikur edhe në Rom ku isha unë, më kujtohet ku ishim të vegjël sa kishim filluar punën 20 veta staf, që ishte një lokal shumë i rëndësishëm për kohën. Dhe ishte në 20 veta staf që ishim djemë dhe vajza, për shembull 18 ishin ambicien për të bërë restaurator, për të hapë restorant, hotel, kishin donin të bërë, ndronin me bërë. Po t'i pyesësh tani në 20 njerëz, edhe ti shiko aty që mund ta kenë në një sa duhet bëj, po që kanë brumin, stofën, që ku thonë edhe nga stofa që me bërë, kanë shumë pak që mund t'ja dalin. Që mos t'jesh shumë egoist, janë disa forma që të lëshosh shpejt ku duhet. Ne si etni disa e kemi, unë shikoj disa dhe bashkëpunëtorët e time, du ta thonë atë të fundit, jo me mua, me të tjerë, thonë po çu desh, ktheu na gjë ajo fjalë e fundit, pse e the, ç'tu desh, vetëm prish punën, e kupton, në fund fare, atë fjalën e fundit. Që nuk sjell asgjë. Sikur po sistemon na gjë me atë fjalën, mua është shumë e dëmshme. Dhe kanë shumë njerëz. Nëse do kishim 2 pika kulmore në profesionin tënd, njëri që të ka bërë ndoshta të kapësh atë pikën që ti ke pritur dhe ke arritur, ke dashur,
Pra, kush është ai momenti kulminant që ka shënjuar të të bërit sukses? Ku e ke kuptuar ti që tani po, ja dola, apo tani jo? Dëgjoj, unë asnjëherë se kam parë veten të arritur dhe nuk e shikoj. Sepse po mendoj që nga një pjesë, pra, neve na ndan një fije, mendoj, e holl, e përpjekjes tonë të vazhdueshme derisa arrim dhe vim në atë momentin që ne kemi pritur dhe themi po, ky është ai momenti që unë doja dhe sigurisht që do vazhdosh edhe më tutje. Por që është ajo pika delikate që ty të ndan. Unë kam punuar fort gjithë këto vite për të krijuar një bazë solide që mund të më ndihmojnë mua me agjornuar, më u rinovuar nga ana profesionale në çdo lloj kohe. Unë sa herë shikoj një gjë që s'duhet bërë më, po duhet bërë diçka tjetër, aty marr një adrenalinë të papar që mezi shikoj shok, mezi pres moment që ta realizoj. Dhe besoj komoditetet që kam krijuar, arritjet e mia, më ndihmojnë shumë me bërë gjithë këto gjëra, domethënë me qenë treg gjatë. Dhe besoj kjo është realizimi më i madh që një person mund të ketë, që të jetë në treg një kohë gjatë, të jetë i renovuar, të jetë i avantgard, por mua kjo është arritja më e madhe. Pastaj ka edhe diçka, nëse je një mikpritës i mirë, nuk bëhesh i pasur dot me këtë profesion. Jeton mirë, nuk jam i pasur, por nuk jam i varfër. Jetoj shumë mirë sepse kostot e një mikpritje të mirë, me prit njerëz, është një kosto shumë e madhe. Dhe sidomos kur e bën me sinqeritet, sepse njerëzit kursejnë, them nga gjërat më banale, edhe nga tip, nga marka e kripës. Kjo nisur pak dhe nga stili italian në fakt. Po, sepse unë kam shqiptar me punën që bëj, kultura italiane unë ndjek dhe shumë projekte të reja. Është ndonjëherë e paperceptueshme. Unë bëj dhe shumë konsulenca që nuk janë publike, që i ndjek hapat e para, edhe i shikoj disa e kanë mentalitetin më kursyer dhe ke marka e kripës, këto banal kripa. Pastaj vini gjëra rëndësishme nga vaji, janë disa gjëra që unë nuk kursej, unë personalisht. Jo, fare. Domethënë mendoj që kjo vjen dhe nga çiftë të qenit shqiptar, ne jemi pak më i shohim gjërat pak më ndryshe se sa italianët në këtë rast. Po edhe në Shqipëri, domethënë kursejnë, janë disa gjëra nuk kursejnë dot. Disa gjëra, produkte bazike nuk kursejnë dot. Kush është një nga ato eventet që ty të kanë bërë ndjesh krenar për veten sigurisht? Dgjoj, kam bërë shumë. Patjetër. Po mendoj që ka disa, janë disa që ty të bëjnë ti kujtosh edhe të bën të ndjesh i realizuar në profilin dhe profesionin tënd. Her pas here më vijnë gjëra që me telefonata që më japin përsipër nga besimi që kanë krijuar evente goxha të mëdha. Edhe shumë të rëndësishëm, edhe në Itali edhe këtu. Besoj që asnjëherë s'më thua që kam bërë gjën më të madhe. Se gjëja më e madhe nuk është bërë akoma. Akoma. Dhe sa herë më ndodh gjëra që bëj me personalitetem, unë kam bërë shumë darka zyrtare në Itali, për çështje privacy, jo të mjet, por shtetërore nuk publikohen. Dhe kam pas fatin të njoh shumë personalitete nga kur kam filluar të nivele shumë të larta shtetërore dhe disa i kam bërë dhe jemi bërë dhe shumë miq. Dhe besoj që kur arrin në ato ambiente ashtu të ndjen vetën të realizuar, sepse kam punuar fort me arrit deri këtu, pastaj krijon ato kontakte është çdo gjë më e lehtë, po kur arrin aty, për shembull, kujtohet një herë që kryeministri Monti, duket. Po, kryeministri Monti në Itali dhe ku bëra një darkë me kryeministrin spanjoll, që më kishin dhënë mua ishte fare i ri. Dhe ndjehesh e realizuar, kupton? Dhe ai njifte mua që nga restoranti dhe më tha mua, çfarë mendon ti që mendon që duhet bërë të bëm? As nuk më kontrolloj as kush as gjë. Dhe gjithmonë summitet që kanë bërë, festat të mëdha, kanë bërë dasma shumë të mëdha, shumë edhe ato që janë publike edhe ato që nuk janë publike. Dhe besoj që njerëzit kanë arritur një farë besimi, se më ndjekin gjithë këto vite me gjërat që bëj restorante, të jetë. Ka një arsye. Ka një arsye dhe kanë shumë besim, dhe unë kur kam kaq besim, domethënë jo qap 100%, po gjithë energjitë e mia që mund të kem, gjithë forcën time organizative është vendos pa kursim, pa asgjë që do të dali sa më mirë. Është një nga në Amerikë, një biznesmen, dhe kishte thonë dikush, mos u lodh, merr fundimin se ke është tamam. Po më morën telefon, tha mendo që është vajza jote, vetëm kaq gjë. Dhe më thuaj. Përgjithsisht shumë e madhe kjo. Jo, mendo se është vajza, malloj filmi, tha unë, ne do vim një javë para në Shqipëri. Me në kur do vim, tha do ulemi dhe do më thuash se çfarë. Ashtu i thash, trajtimi ekonomik është ai për gjithë, sa nuk ka problem, vetëm mendo ato që duhet bërë mirë.
Dhe kjo më bën të ndihem shumë krenar, po më jep dhe shumë përgjegjësi. Dhe i me shoqja më thotë ndonjëherë, "Çfarë je si mendon?" Dhe kësaj herë kur rri dhe kështu, thotë sikur ke halli të gjithë botës. Unë s'kam asnjë lloj halli, me të vërtetë s'kam asnjë lloj problemi, asnjë lloj diçka. Po gjithmonë ajo mania organizative, jo. Ti ndjen kur merr diçka. Duke menduar se si më i bën ajo, më inovative, si më organizuar njerëzit të fush, një event aq të madh ti mund të kesh 25 kamarierë, 2-13 buzhinjerë, hostes, staff, roje, elektricisti, gjëra teknike. Çdo lloj papritura që mund të ndodhë. Që papritura, ti do i mendosh gjitha. Si është e fundimi gastronominë shqiptare? Diferenca nga koha kur ti e kthyer në Shqipëri dhe sot, çfarë ka ndryshuar? Ose më saktë, çfarë ka ndryshuar për mirë dhe çfarë ka ndryshuar për keq? Ne dikur kishim turp për ato gjërat që bënim në Shqipëri. Dhe më kujtohet ku bënim darka për të huaj, dominonte, edhe kur ishin gjëra tradicionale, anonin gjithmonë këto shkonim tek gjërat e huaja. Tani me kushtet që janë krijuar në kuzhinën shqiptare, normale, e infektuar nga Perëndëria Osmane, Greqia, rajoni, Ballkanit dhe tani me këtë në këtë epokë që jemi, është bërë mirë, gatuat mirë, respektohen ato rregullat teknik me kushte higjienike sanitare të përshtatshme për kohën, hahet mirë ushqim shqiptar. Sidomos ato që gatuhen për darka shumë të vogla, sepse ku i bën kështu për gjërat mëdha, kthehet në mens pastaj. Po më kanë bërë goxha gjëra me kuzhinë tradicionale, dhe gjëra që më bëri shumë përshtypje ka qenë në tetor, nga fundi i tetorit, dhe më mori një gazetar në telefon më tha, fundim do bëshin në një serë vendesh kuzhinën e barinjve. Edhe italisht e kishin gjetë dhe emrin. E kam ndjekur në fakt. E ke ndjekur. Sentieri dhe Arberia këto, e Shqipëri, dhe më tha do bëjmë kuzhinë e barinjve. Pa, që ishim telefon kuzhinë, po, si një miku im, gazetar i famë që po, i thash do e bëjmë, këto dhe mbaroj aty. Dhe në fund fare, thash, çfarë mora për si për këtë gjë me e bë. Dhe ishin gjithë personazhet medias. Dhe e bon këto, esën përpara, thanë nxorën lokandinën asaj e reklamës. Pa mbush orën, u mbushën ato 50, 40, 45 vende, 50 vende. Dhe njerëzit merrin telefon për të krijuar, vazhdonin të krijojnë vende, s'kishte vend. Në kohë rekord u mbush, dhe do të thotë që kanë interes shumë të madh për të provuar kuzhinën shqiptare. Dhe unë aty u kënaqa shumë pastaj, nga ajo tha çfarë mora për sipër, dhe pastaj fillova duke krijuar të marrë produkte autoktone, bëra për misë e ardhje, bëra pashëqoftet. Pashëqoftet e gjërkasës mund bërë, kam një mike shumë të mirë në Çame, është gjerate, tretë, që ka artë, do bësh ato të çamërisë që bën të gjyshja ime, dhe ato bëra, pashëqofja shpjegova, se nga vit. Edhe historinë, po, bëra një birekun që bëjmë ne, birekun me qumësh, të Shqipërisë Mesme të Shqaput, gjithmonë teknikisht e bërë korrekt, tavën e dheut që bëjmë gjithmonë këtu në Shqipëri. Bërë një ravioli spektakular me djathën Mishavin, të Kelmendit. Super sukses. E bërëm një ragu po me mis shkeci dhe mente. Pat një sukses shumë. Një kombinim, sepse mishi keci shumë i rëndë dhe mentja bën një balancë. E shua pak me uthull dhe doli një rezultat. Dhe ajo shia i Mishavinës, me ato erën aq të fortë, pëlqeu te mase, ishte ku ja shpjegova pastaj se gjithë produktet e pjatëve ja shpjegova, se nga vini, milpsen dhe që ishin. Bëra një shibab me mish qingji, barishte tegra, doli dhe salcë kosi shumë të trash, me të salcën që përdorim në për lokale. Dhe shumë sukses. Bëra një mus me karamellezana, ato të famë që ku ishim të vegjël. Dhe tregova një Shqipëri e solla, prandaj tha që kuzhina shqiptare në këtë moment po respektova rregullat teknike me eksperiencën që kemi krijuar. Tani kemi formuar, pa ndryshuar shihet. Fanse e shijeve. Unë këtu jam. Kemi pse ndryshojnë shihet. Po teknikisht nuk e toleroj. Tonë se kur i kanë pas bërë kuzhinierët e dikur s'kan pas këto kushtet e kuzhinave sot. Kuzhinat e sotshme janë si një avion, kuzhinë si Star Trek, me kushte marramense, me çdo gjë digitalizuar.
rezultati do të jetë 10 herë më i mirë. Kushte higjiene sanitare. Tani ke kushte, do bësh shumë më mirë kuzhinën shqiptare. Është ajo teoria dhe e traditës, nuk e di e ke dëgjuar ndonjëherë, është ajo e peshkut, që një fëmijë pyet maman i thot, pse pret kokën dhe bishtin të peshkut. Dhe ajo i thot, se di thot, do të pyesim gjyshen. Jo, pyesim gjyshen, ai shkoi ke gjyshe, pse i thot, pse e prisje? Nuk e di e pyet së gjyshen, thot së gjyshes. Pse e prisni kokën dhe bishtin kur e fërgoni peshkun? Ai thot, në atë kohë kishim një tigan aq të vogël, nuk e zente tigani, presin kokën dhe prisin dhe bishtin. Dhe kjo e traditës për kushtet që ishin atë kohë, nuk është që ka pas një studim aq të madh teknik për t'i bërë gjëra, nga kushtet që kanë pasur janë krijuar. Si e shikon infrastrukturën dhe investimet që për mua janë marramëndse në fakt në fushën e turizmit dhe gastronomisë? Ka gjëra të mira që kanë bërë, po një pjesë tërmuese janë shëmtirat pa para, si kulla ngujimi të frikshme fare. Ftohta, pa një të pa studiuar, ose të pa planifikuar, të pa rregulluar. Po thonte para disa ditësh kryeministri Rama që ishte takim me këto, tha, ku i vendosin emrin e çunit, emrin e gocës, dhe merrin edhe 2 gërma nga Vjerra, kupton, për të bërë emrin e hotelit. Marangozi që njifte bënte yje dhe caktonte ai sa yje. Dhe tani kanë bërë disa gjëra shumë të mira, shumë fine, po kanë bërë dhe katastrofa. Gjëra që nuk do i qëndrojnë kohës, nuk po shtaten, janë të ngurta, nuk kanë fare feminilitet. Fare të ngrohtësinë dhe mikpritjen e një ambienti. Gjëra që kanë harxuar edhe shumë lek, beton. Këtu dalim tek që është më mirë të dish se sa të kesh. Është një fazë e jetës time dhe kjo prekje e peizazhit mua të merron. Më jep një trishtim të frikshëm, nuk e di, është një fazë e jetës time. Ishte kam një pronë të gjyshit tim në fshatin tim, dikur lart dhe kohë që kemi mbjell dikur grure, shkova për që dua ta mbjellim në vitet. Në vim dhe shkova me e pash rrugës, disa ndërtesa shumë tura, shtëpia 3 kate, 2 katat bosh me fitira, kështu me themele lartë, këton, merr i vërtet. Kur mund të bësh një shtëpi më të vogël, më komode, me kushtet më të mira, duke respekta boja vllisje, pse çfarë duhet, gjithaj beton, kallëja, kush do të vinë, ku mrena me të vjedh. Kupton, prishet. Është një fazë e jetës time që unë kur shikoj gjëra kështu shëmtira të mëdha, i kam të merr. Nuk e keq për territorin, për ato që do vinë pas 50 vjetësh. Për fëmijët tanë që ne po i bëjmë natyrës për mua është të merr. Po, besoj që gjërat do ndryshojnë. Po, absolutisht. Herët avon. Po, për mua peizazhi, Shqipëria ka një mikroklim fantastike. Dhe me këtë peizazh që kemi, territoret, kodrinat, shumë të bukura, duhet i mbrojmë me shumë fanatizëm. Aty kur jam unë, kur kam bërë agriturizmi, nuk ka asgjë tjetër. Dhe është agriturizmi, njerëzit më thonë, pse s'ndërtosh piza, pse po çfarë? Se s'bën pallat. E kam përshka jo, më dhjabë në dhe idesh, bën kështu, pse s'bën kalibe, këto, po që i do baraket, thonë, si sot një që është. Agriturizmi është një vend i vogël, preç njerëz të mirë, për fund javat. Të vish për natyrën, për ndërtimin. Po buje 30 dhoma, ne 8 dhoma kemi, që i të. Apo jo, nuk po shpikun, gjithë kështu kanë në përbot nga Provenca që më të shkosh. Nëse fillon pastaj të dëgjon se cili klient, çdo mik, çdo familjar, se cili jep mendimin e vet, dhe njëri thot duhet ta bësh kështu, tjetri thot duhet ta bësh. Janë të gjithë ekspert në këtë rast. Unë jam një tip që nuk dëgjoj fare këto njerëz që flasin. Nuk i dëgjoj fare, po them që nga që e dua shumë këtë vend, nuk e di as vetë se si, nuk është çështja, nuk jam tip, domethënë që jam racist o kështu, po jam shumë nacionalist, duhet merrsisht këtë vend. Këtu ndjehesh ti në habitatin tënd. Domethënë e ndjej shumë edhe ku i prekin ca gjëra që shikojnë që nuk janë as të mia, as tuaj, as dikujt, po janë të komunitetit dhe e kam të vdekje. Shikojnë ca gjëra, ja fusin shtyllat e tensionit lart. Mes të fushave të bukura. Pse pa një as si plas fare aty se çfarë po bëjnë? Prishin komplet një peizazh të bukur. Po mirë, e bën se e ka parë diku, e bën se do ta kopjoj, se ne për këtë jemi master. Po them që Shqipëria është një moment historik, shpresojmë që unë besoj më shumë tek gjërat e vogla autentike që do funksionojnë dy qëndrojnë kohë, se këto megalomanet luksos ekstreme që s'kan
asnjë. S'kan vend në fakt. Shko, duket nga ato që do funksionojnë, po janë ca gjëra pa. Sepse edhe hotelet që bëhen kanë një pse, dikur ato restorat për shembull vish në Rom, ato hotelet më me emër janë nga 5-6 gjenerata që i menaxhojnë njerëzit. Ata që janë të rëndësishëm, familjet e mëdha hotelierëve, nuk është një sport goxha i vështirë. Shpresoj që të gaboj, po është e vështirë për t'i bërë me funksionuar. Koha do ta tregoj në fakt. Unë shpresoj që të gaboj unë në këtë rast, sepse do jetë më mirë për Shqipërinë, po e vështirë është. Unë besoj që autenticiteti, mosbrazja e fshatrave, sepse në fund fare, po më thonte një që kishte një pronë nga Përmeti, dhe më tha një gjë shumë bukur para disa ditësh, po pini ka i prodhon nga ato fshatra, nga ato prodhon verë, shumë të mirë, dhe më tha që e duan atë, tha pa, nuk pat njerëz fshati. Edhe unë s'kam ndëruar një herë. Jo e më mirë që fshati të jetë i populluar. Unë s'kam ndëruar një herë të bëhem beler, të jetë gjithë fshatin, as më intereson fare, unë dua të jetë komunitet. Dikush të prodhoj diçka, unë që jam i zoti për t'i gatuar, për t'i bërë, do t'ja shes konsumatorit fundit. Dhe janë disa njerëz që mendojnë t'i bëjnë gjithë vetë, në ciklull të mbyllur nuk e ka dalë as komunizmi me i bë me funksionuar dhe nuk mund të funksionojë. Sepse edhe në atë kohë komunizmi që i bënin diçka ngethnin për produkte që ju donin për të çuar përpara fabrikat. Dhe nga turizmi nuk mund t'i bësh gjithë gjëra. Do një strukturë që është e pamundur që me realizuar. Për shumë që për punëtorinë, për mekanizmin, për strukturën. Nga një sipërmarrje në Antico Argo, vazhdojmë me pjesën e padamit, pastaj vazhdojmë me pjesën e agroturizmit. Si është të menaxhosh gjithë këto sipërmarrje dhe si është ta gjesh balancën? Janë gjithë ndryshme, sepse unë s'kam dashur asnjëherë që të hyj në konflikt me njëra tjetrën. Si është ta gjesh balancën me familjen, sepse kam një tjetër Dëgjoj, unë me këtë gjë kam bërë gjërat që kam ndërtuar, i kam ndërtuar besoj që është edhe merita ime shoqe. Sepse edhe ne kemi ndëruar të dy mi bë këtë gjëra, nuk është vetëm një ëndër një me mi bë, dhe ka ambicie shumë të madhe për t'i bërë këtë gjëra, dhe kam dhe vajzat e mia që edhe ato janë të zhytura në këtë gjëra që bëj unë dhe jemi gjithë për të njëjtin objektiv, nuk është vetëm thjesht egoja ime. Sa të kanë kuptuar se mbështetur sigurisht, mbështetur shumë po e kanë kuptuar. Ndoshta që edhe kjo çështje e kohës bëhet një problem vetë. Dëgjoj, unë e marr kohën për ç'm dua, për njerëzit që dua. E gjen? Po, absolutisht që po. Për njerëzit që dua kohën ku e krijoj. Unë kur jam çdo bazite jam me kalamajt e mi, kam atë orat, ndodhi çat ndodhi. Kur jam andej, jam fiks, i çoj në kurse, i çoj në palestër, çoj me lut basketbol. Çfarë mendojnë vajzat për Shqipërinë? E kanë menduar ndonjëherë që mund të vinë të jetojnë këtu? Ata jetojnë gjithë verën, jetojnë sa marrën shkolla, vinë gjithë verën, e kalojnë deri kur kanë qenë të vogla, e kalojnë në Shqipëri. Pastaj lëvizim kur duhet me lëviz, po pazën gjithmonë dhe e kemi gjithmonë në shjak. Dhe jemi krenar për këtë, flasin shumë mirë shqipen, dhe vitet e para i kam çuar në shkollë të shqipe, dhe e duan shumë fare Shqipërinë, dhe i shikoj tani në këtë fazë të jetës, jam 15 vjeç, madhja e studion goxha historinë e Shqipërisë, personazhet, dhe çka ka në historinë tonë gjithë të vite, e kam thuar, po, është e karikuar në maksimum dhe më bëhet qefi për këtë. Pastaj se çfarë do bën jetën e tyre, unë besoj që rruga më e duar është që t'i lesh se bëjnë atë çfarë kanë qejf me bërë. Fundim, kush është receta jote preferuar? Shqiptare flas gjithmonë. Gjë, unë haj gjithçka për vete si konsumator. Po gjithmonë një pjatë që është që mua më pëlqen gjithmonë mishi i lepurit me qull më ka pëlqyer tej mase. Dhe ku ishte vogël gjyshe ime gatonte shumë mirë dhe unë e përsëris nganjëherë edhe për veten time. Edhe ndjen të njëjtin emocion si kur ta gatuan të gjyshja. Sepse me pjekurinë time kam arritur si ja bënte ajo ato detajat dhe e bëj identik. Dhe nganjëherë e bëj edhe në darka zyrtare në formë mirëse ardhje dhe ka shumë sukses. Ku e tregoj se nuk është thjesht një histori, pastaj bëhet akoma edhe më interesante. Shumë interesante. Kush është një ingredient pa cilin nuk do bëje dot? Barishtet, erëzat. Kush është një shef që të frymëzon ose edhe që të ka frymëzuar ndër vite? Janë disa. Sidomos ato shefat e gjeneratës parë pas luftës ka goxha që kanë frymëzuar. Një tani nga Markezi i viteve 70-80,
ka goxhar dhe personazhe të gastronomisë që nuk janë të famshëm në nivel ndërkombëtar, po kanë një bagazh shumë të madh kulturor, që më kanë pas fatin me punuar në evente shumë të shkurtura dhe më kanë transmetuar shumë nga ana humane. Kush është një gest apo një veprim që shef Fundimi nuk e toleron në kuzhinë, për që të bën të çmendesh? Shpërqendrimi. Mos ta kesh mendje. Kush është këshilla më e mirë që ke marrë nga një profesionist? Je qëndroj gjithmonë kështu siç je. Modest. Çfarë do t'ishe nëse nuk do ishe një shef kuzhine? Ti unë jam shumë pasionuar dhe artit dhe ëndra ime, besoj që do ishte më mirë të kishin pas mundësi të tjera, se në atë kohë nuk e kishin një galerinë të arteve të mia, varësisht jam një koleksionist modest, po aty e gjej veten shumë mirë ku krijoj ndaj gjë ke këto koleksionet e mia, ndjej veten shumë mirë. Besoj që ishte një punë shumë mirë dhe si shitës si mirë që jam, mund të funksionon. Padyshim. Kush është hobi i Fundimit? Pra, kur Fundimi do t'ik nga puna, nga rutina, nga çdo gjë që e rrethon, ku arratiset? Kush është arratia jote? Ta ecim kam në rrugicët e Romës. Dhe të them që çka kanë bërë këto para 2000 vjetësh, imagjino me kushtet që kishin, çfarë duhet bëjmë ne sot. Përveç se një shef kuzhine dhe një shijues shumë i mirë i ushqimit, shoh që ke një lidhje të veçantë edhe me pjesën e verës. Po sigurisht nuk mund të ishte ndryshe. Jo, verat janë një... Plus, me gjitha të kantinën që unë kam parë tek Antico Arco, duhet kesh shumë për të thënë dhe shumë për të folur. Një pi për të shijuar diçka dhe vera është shumë... Ti me vera do shijosh territorin, nga ku vjen historinë njerëzore, kush e ka sjell, pse do ta shijosh me njerëzit e duhur. Kur afrohesh në botën e verës për të pirë, ka një histori të transmeton një pozitivitet. Vera është, nuk di si ta shpjegoj, shumë pak njerëz e përjetojnë aq thellë. Çfarë mendimi ke për kantinat shqiptare, për verën shqiptare? Janë disa që po punojnë shumë mirë, që do kenë një të ardhme shumë të ndritur. Janë disa që kanë krijuar kopje të shëmtuara, si koncept të kantinave të tjera. Janë disa që kanë rehabilituar varietetet shqiptare, që i kanë bërë mirë, kanë respektuar rregullat teknik në vreshta, rregullat në kantinë. Kanë krijuar një stabilitet, ruajnë të njëjtën cilësi, sepse është kjo një problem vetë nga viti në vit nuk gjen më të njëjtin produkt. Sepse kur arrin kjo e suksesi, munohen me rrit prodhimin, prishin cilësinë, por janë disa që kanë qëndruar fort këto vitet e fundit dhe kuptohet, standardi është i rritur, verat kanë kaluar kufijtë e Shqipërisë, është një moment shumë i mirë, sepse njerëzit janë kurioz tani në botën perëndimore të provojnë produktet e botës së re, që na quajnë ato të verave, por se ne kemi një lidhje me verën qindra vjeçare, që vera shkonte edhe në Vatikan në atë kohë. Tani se dim, a ishte një haraç që u pagunte, a ishte e mirë, po... Historia thot këtë. Po punojnë shumë mirë dhe shqiptarët tani jo po ndërgjëjsohen. Verët shqiptare tani po fitojnë dhe besimin e shqiptarëve. Sepse kanë qenë një pjesë të kohës që bënin gjëra shumë banale, jo të mira, jo të këndshme, pa respektuar disa rregulla, pa bërë ato studimet përkatëse. Është një moment, besoj edhe ekonomik për këto, po jo për bërë llogaritë të tjerëve, po nëse arrin me prodhuar 100.000 shishe vera shqiptare sot, 100.000 shishe janë me vërtet shumë lek. Ti një verë shqiptare poshtë 1.000 lekë të reja, nuk e gjen në treg. Bëj çik llogarim ti sa janë 1 milion euro, sa është kosti prodhimi, sa janë këto. Janë edhe fitime marramense. Dhe duke pas këto fitive marramense, ne nuk mund të pranojmë një cilësi shumë të ulët, se s'kan rast, sepse nuk kam arsye për të patur një cilësi të ulët. Me gjithë të parat marrin konsulent nga jashtë, ato që s'dimi bërë. Investimi është bërë, mbështetje kanë marrë nga shteti, kanë marrë nga vazhëbëria, kanë mbështet gjithsesi, kanë mbështet dhe mua
në agroturizmin tim, kam shtet kantine, kam shtet gjithë, tani 100% s'mund na e bëjmë ata, se du fusim dhe forcat Për tonë. ta bërë 100%, kështu që Po them që kanë qenë dhe kushtet gjithë këto vitet e fundit. Iniciativa janë marrë në fakt. Po, absolutisht, Sa prezent sepse ne i kemi qenë gjithmonë kritik të gjëra. Unë besoj që janë bërë nga shteti, kanë pas mbështetje. Unë kam pas mbështetje dhe në ato fillimet e mia ka qenë një oksigjen shumë i rëndësishëm, që po mos t'i kisha si ndihmë, rrezikove nuk do ja dilja dot me e bërë ashtu siç u bë. Sigurisht. Sa prezent janë verat shqiptare në Unë bizneset tuaja? domethënë kur kemi hap Padamin, kemi qenë besoj që nga të parat dhe mund ato që janë prodhojnë dhe mund ta thonë dhe ato presidentët e somelierëve, gjithë këto somelierët shqiptarë që janë, unë kam qenë nga i pari që kam inzistuar me pas verat shqiptare, kemi pas mbi 10 kantina në të fillim, disa ishin të mira, disa ishin Sigurisht. kështu, dhe jam shumë krenar për këtë gjë. Janë gjithë të dëshmetarë, mund ta pranoj, nuk është për të mburur, e kam bërë me shpirt sepse ndjej, kurse në Padam e kemi rritur akoma më shumë prezencën e verave shqiptare, janë me të vërtet dhe kemi një shitje goxha të madhe, kurse tek në fshat jemi komplet vera shqiptare. Unë e kam dhënë mundësinë që gjithë prodhuesve të kenë prezent tek agroturizmi. Kemi bërë një faqe muri shumë të madhe. Dhe e kam bërë me gjithë zemër, ajo është një vitrinë, një dyqan për ato. Që kush është i zotit bëj marketing këshillat dhe ka mundësi me shit. E kam bërë me zemër këtë gjë. Në fakt kjo është dhe një nga arsyet përse unë në Food Lovers i mshoj shumë produktit shqiptar, sepse në një farë mënyrë apo në një tjetër dhe ne qoftë si konsumator, qoftë si sipërmarrës, na takon ta promovojmë produktin tonë. Dhe unë them gjithmonë që ndoshta Italia nuk do të ishte atje ku do ish ku është sot, nëse ata vetë nuk do t'i bënin gjithë atë PR-in që bën një italian për produktin e tij. Ata janë tij. aq fanatik për autenticitetin e tyre, atë për prodhimet, për varietetet e tyre, janë aq ekstremisht ato në fshatrat e tyre, por nuk që varieteti që është autokton nuk i mbjellin fare. Dhe unë mendoj nëse dikur kishim atë stepjen pra të cilësisë, të produktit e tjerë, sot është punuar, cilësi kemi, produkt kemi, varietete kemi, Shqipëria ka një produkt fantastik lokal. Ka goxha dhe këto varietetet autoktone po i rekuperojnë, po i mundohen me i marrë më të mirë natyre, se janë disa janë vetë limituara. Kjo të jep një farë shpresë në fakt dhe një lloj optimizmi që gjë po përmirësohet. Rritja tek verat e bardha vitet e fundit që është shumë e mirë, që ka qenë një ndek shumë i madh, që nuk dinin me i bërë, troç modi. I bënin keq, i fermentonin keq. Standardi tani bien ka gjëra me vërtet mira, ka varietete. Për shembull, unë jam i fiksuar me varietetin e cerrujas që bën Uka Flori, që parësi që ka mik, po ka bërë diçka për mua fantastike, ka rekuperuar atë ardhit me rrushin në zonën e Burrelit që u ngjista tek pemët, që e ka rekuperuar një gjë shumë e mirë me pucin, është bërë punë shkëlqyer, me sheshin e bardhë kanë arrit me bërë gjëra me vërtet mira. Dhe po punohet shumë dhe më bëhet, unë jam tifoz i atyre. Këdo evidentojnë nga varietetet e verës kuqe? Ata mund duke qenë nga zona e Shjakut, që jemi në kodrina të lartë, ku bëhet që është vendi i sheshit të zi. Besoj që sheshi i zi po u punua mirë, sepse mos harrojmë fshatarët, nuk vinë vetë nga fshati. Mania ka qenë sa domethënë që të prodhoj sa më shumë. Sa më shumë. Kurse tani ka filluar me një vesh për deg, prodhimi mirë, prezencë sheqerit mirë, pjekje e vonuar. Kanë filluar me bërë gjëra me të vërtet mira. Në sasi shumë të vogla, po unë kam, për shembull tek kantina ime personale kam gjëra që nga Berati, Çobo. Absolutisht. Tu jemi në një ambient Food Lovers, është një laborator që promovon produktin shqiptar. Për shembull në zonën kur vi unë, për shembull ke në dy krahat, nga zona këtej e kodrinave, nga ana e fshati Gjepale, kemi edhe këto buzë Bregdetit, këto kodrinat e vogla që shkojnë në Jurt Laxhit, po bëjnë gjëra me të vërtet shumë mirë. Ke këto zonën e Luginës poshtë në Korças, po bëjnë me të vërtet që shkojnë për në Barikaj. Po, në ato zonat fantastike që ka kodrina të bukura shumë. Ka shumë kodrina që bëjnë gjëra shumë të mira, cilësore. Kemi vajin shumë të mirë. Kemi një vaj shumë të mirë tani që po punohet me
si quhet, me stilin italian, me kullimin, me temperaturën e duhur. Do të dalin, besoj që vitet e ardhshme me turizmin që përjetohet, besoj që standardi do rritu. Mendoj që jemi në rrugën e duhur. Po bëhen djathra të mirë, po bëhen gjëra të mira, që mund t'i serviresh me shumë kënaqësi. Duke qenë se jemi në prag sezoni, si e shikon fundimi pjesën e zhvillimit turizmit në kohë sezonale dhe jashtë sezoni? Tani po shikohet gjithë pjesa turistika nga veriu jug, pjesë e bregut deri, po shikohet si një potencial i madh, më shumë ekonomik se sa me krijuar koncepte që të qëndrojnë kohës. Tani është mania me bërë. Ne punojmë sot për sot, absolutisht. Sa koncepte sa me bërë sa më shumë lek. Dhe gjëra që do i qëndrojnë kohës ka, por nuk janë shumë. Janë më shumë makineri, lufte, parash, kam ndërtuar edhe shumë koncepte të mira që nuk jam i zoti me i bërë, atë në fakt, ti bëjnë ato. Me bërë, s'kam asë ndëroj me i bërë atë gjëra. Çfarë po ndodh me pjesën e stafit? Duke qenë se ti je në sipërmarrje dhe shikon drejt për drejt. Stafi tani besoj që ka një farë qëndrueshmëri edhe në Tiranë, sepse gënjehen më pak. I ofrojnë shifra marramendse, shumica as nuk i paguajnë në fund fare. Po është normale kjo gjë. Do krijohet një farë stabiliteti, do të arrihet një ekuilibër i duhur, njerëzit do e mendojnë. Është më mirë me qëndruar fiks në një punë të qëndrueshme që më jep sigurinë mua, me jetuar mirë me familjen time, apo do jem sezonal. Ka plot njerëz që jetojnë sezonal, që e zgjedhin si stil jetese, që punojnë në verë në plazh, në dimër në mal. Kanë shumë njerëz që e pretendojnë. Unë për veten time mendoj çik ndryshe. Unë gjithmonë kam kërkuar të krijoj një identitet në vendet ku punoj. Njerëzit të tjerë është një ekonomi tregu, nuk e ndalon. Unë në fakt një nga sukseset e një biznesi përkufizoj ose përcaktoj kur ka një staf të qëndrueshëm. Unë gjithmonë kam pas dhe po e vija re, sfundmi që kam vizituar Padamin, shoh që janë po i njëjti staf që nga fillimi dhe kjo besoj që është për tu thënë edhe për tu vlerësuar. Jam munduar me krijuar kushte të përshtatshme pune, kushte që të jenë të lumtura tek ne, që të ndjen të mirë, të vlerësuar. Nuk është e lehtë sepse gjithë njerëzit mundohet me realizuar, kanë nevojë për të krijuar një qëndrueshmëri ekonomike, me marrë blerë një shtëpi, me bërë dhe kjo e lëvizjes ping-pong sa një vend tjetrin, zakonisht mendojnë se është një gjë më mirë për të bërë para, por unë se kam parë ndonjëherë kjo është mënyra më mirë me bërë para. Më shumë para mund të bësh duke qenë një vend, duke qenë prodhues dhe me urrit aty me marrë një rrogë, edhe që mund ta marrësh sezon, mund ta marrësh dhe një punë që punon gjithë vitin. Po besoj që kam punuar mirë gjithë këtë kohë, bide me i transmetuar njerëzve që punojnë me mua, me krijuar kushte që për një të ardhme të qëndrueshme, pavarësisht që nuk është e lehtë, sepse gjithë secili nga ne ka ato hallat e veta, ka ato ambicjet e veta me punuar, po jam i kënaqur. Gjithë këto vite në Tiranë, po bëjmë, domethënë 10 vjet, jam shumë i kënaqur se si kanë shkuar gjërat. Dhe besoj shumë tek të rit, e kam në dhe shumë herë peshkoj talente në për shkolla, në vende. Në për shkolla, se në për biznese nuk ma merr mendja. Jo, nuk e kam dëgjuar unë sfundmi, unë s'marr as është gjuajtja e stafit, edhe jam çuditur pafund që funksionon kjo gjë. Ka lloj mekanizme të mërësisht, profesorë të shkollave private që janë bërë si agent futbollistësh për guzhinjera, për kamarierë, kanë pa shaka. Ca Turqi, ca situata të mërshme që domethënë që në për Europë si kemi parë, këtu është, ka plot gjysmë. Unë s'kam marrë asnjëherë staf tek tjerët, por kam pas nuhatje të mirë në për shkolla ku kanë me bërë stazh, kemi figura që na kanë qëndruar vite, kemi rritë vetë, kemi investuar te këto. Nuk është e lehtë, ke persona që të rrinë 10 vjet. Sot Prandaj them që unë mendoj që kjo e definon suksesin 10 vjet sot në këtë biznes. kohë, as gruaja as 30 vjet. Imagjino 3 stafi me punuar, prandaj them që nuk është e lehtë.
duhet të ndarë, sekreti numër 1 besoj që duhet me ndarë mirëqendjen. Tani, ti nuk më të jentosh në një start shumë të lartë, dhe ata që punojnë ty që ti jeton atje lartë, të vuajnë të jenë të varfër. Për mua kjo s'më të ndodhi. Italianët dhe kam mësuar nga italianët, industrialit e italianë që thoshin, që mirëqendja duhet ndarë. Benessere va condiviso. Fjalë shumë e bukur. Pik. Kënaqësi më e madhe që kam kur shikoj njerëz që thonë, këtë e kam bërë unë. Ky është bërë ai dhe mos ma di mua, se unë e kam ndihmuar. Thonë, ky është bërë falme. Shumë si ka ti e ndjen që ti ke kontribute nga ai person. Finali është bërë falme. Unë ishte në Itali, u shpall para disa kohë, një nga pastiqerët i vitit në Itali. Dhe ai është djali një grue që ka një lavanderi në lagjen time të Romës. Dhe i me shoqe çonte gjithmonë xhaketat e mia edhe shikonte xhaketat e kuzhinës kjo. Edhe i thonte, kam një djalë që ka studiuar për gastronomi, për kuzhinier, për pastiqeri, dhe nuk po gjen vend në askush, dhe punonte barist diku. Edhe më thotë nëse mia, është gruaja e mirë ajo, mua kështu. Thashë, po thuj ta sjelli. Sille. E erdhi nga aty, bëri 3 vjet tek ne, njohu një amikun tim që punon me mua pastiqer, edhe kishte thënë, mund t'i them atij tha që duhet të rritim, se shumë mirë shkolla, dhe ka bërë. Ai është bërë falme nga barist, po më t'ishte dhënë mundësion, nuk do ishte bërë kurrë. Kjo është e bukura, kjo është ajo që ty nuk e kam për ego, po e them që duhet nga ana njerëzore me mbush shumë kjo gjë. Absolutisht. Edhe nëse nuk janë, se shumica njerëzimi nuk janë mirënjohës. Nuk janë as pak. Po se vuj fare këtë, është natyra e qenies njerëzore, nuk. Ti e di që e ke bërë dhe ti ndjehesh mirë për atë që ke bërë me veten, eksakt. Sepse po nuk e vuaj këtë, shumë njerëz nuk e vlerësojnë. Dhe për ta mbyllur, çfarë do t'i thojë sot një 18 vjeçari? Qëndron në Shqipëri. Gjithë kanë të merë që thonë do iki, unë i them qëndron në Shqipëri se ke shumë mundësi. Vendin tënd nuk do të zëvendësoj asnjëherë askëm. Gjithmonë njëri huaj do jesh në vend huaj. Shumë kënaqësi të të kisha në këtë podcast të parë, fundim. Një gëzuar, sepse në një podcast për gastronomi nuk mund të mungonte një gëzuar dhe një verë shqiptar gjithashtu. Absolutisht. Gëzuar dhe shumë kënaqësi dhe shumë suksese të mëtejshme.